Roela dhe Vedati, çifti që u njoh dhe u dashurua në përputhjen, ka zbuluar se së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë. Ish konkurrentët e emisionit të dashurisë ishin dje të ftuar në vajzë apo djalë me Sara Gjordenin, u dhanë lajmin e bukur për fansat e tyre, por jo vetëm kaq, pasi zbuluan nëse do të bëhen prindër të një vajze apo djali. Të rrethuar nga atmosfera magjike dhe dekorimet Boy or Girl, Roela dhe Vedati shfaqën emocionet e tyre në pritje të përgjigjes së madhe. Në një moment të ngarkuar me emocione, u bë ditur gjinia foshnjës që ata po presin një lajm që ngjalli entuziazëm jo vetëm te prindrit e ardhshëm, por edhe te publiku dhe ndjekësit në rrjetet sociale. Roela, e cila është në pritje të ëmbël të një vajze, u emocionua shumë dhe nuk i mbajti dot plotët. Po ashtu surprizë ishte edhe momenti kur Vedati i propozoi për martesë Roelës në studion e emisionit Vajzë apo Djalë.